Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Ja më e dashuruar se kurrë, aktoreja e njohur turke bën publike lidhjen e re të dashurisë. Aktoreja e njohur turke me famë botërore, Cemre Baysel, e cila prej kohësh po tërheq vëmendjen e publikut shqiptar si protagoniste në serialin Lejla që transmetohet në Shqipëri, ka uruar publikisht për ditëlindje të dashurin e saj, Cem Bolukbashi, me një postim në rrjetet sociale. Romanca e Cemre Baysel dhe Cem Bolukbashi vijon pa u ndalur. Aktoreja e famshme udhëtoi së fundmi në Dubai për të mbështetur të dashurinë e saj, pilotin kombëtar të garave, duke u siguruar që ai të mos ishte vetëm.